Pas 22 vitesh ndarje, Livia Bunga takon për herë të parë babain. Vëllai lindi draguar me flatra, jashtë i ka shkuar me rrëfimin e saj, banorja. Livia Bunga shbërbash me teatrin pas 22 vitesh ndarje. Lajmin e ka bërë me dije përmes një postimi në rrjetet e saj sociale. Rikujtojmë që në një moment prekës gjatë Big Brother VIP Albania, ish banorja Livia Bunga përjetoi një emocion të veçantë. Pas plot 22 vitesh ndarje, ajo komunikoi për herë të parë me teatrin përmes një lidhje Skype. Ky takim i papritur bëi mundur nga produksioni i spektaklit, duke sjellë emocione të forta për Livian dhe banorët e tjerë në shtëpi. Gjatë bisedës, Livia e përlotur i tha teatrit: "Është ai zëri që kisha në vesh, sa theksin e bukur e pas kebab", teksa babai ju përgjigj: "Krenar jam, bëj kokën lart ec përpara, nderoj babin". Ata i mbyllën komunikimet duke premtuar se takimi do ndodh shumë shpejt, teksa ai e ka mbajtur fjalën dhe Livia e gëzuar ka shpërndarë edhe foton pas 22 vitesh, gjë që ka marrë dhe komplimentat në rrjet. Një rrëfim tjetër shokues ka ardhur edhe në programin Ferma VIP nga Danela, që ndau një pjesë misterioze të familjes së saj, duke vërtetuar edhe një herë legjendën e pazakontë të fëmijës me flatra. Sipas Danelës, një vit përpara se ajo të vinte në jetë, nëna e saj humbi një djalë, vëllain e saj të madh, të cilën thuaj se kishte lindur me flatra dragua. Siç e quanin, ai ishte një fëmijë që familja e ruante me fanatizëm nga sytë të tjerëve, teksa thuaj që askush nuk mund ta shite krahët, për ndryshe do e besonte keq. Një frikë që në fund u konkretizua tragjikisht. Ai humbi jetën në një aksident. Emrin Danela e mori pikërisht nga ai që sipas nënës ishte shfaqur në ëndër për ta njoftuar se do të lindte një vajzë në të ardhmen. Ajo tha se ëma është përpjekur që t'ia fshite krahët gjatë periudhës që ishte në jetë. Duket se ky rrëfim tronditës ka hedhur më shumë qartësi edhe për një legjendë që është i quar shumë në disa fshatra të Shqipërisë, teksa përflitet për fëmijë dragua.